gjithve, mirëmbrëma Tirana, mirëmbrëma Kamza, Vora, Kavaja dhe Rogozhina që po na shihni nga ekrani, se ne takimin përmbyllës se bëm aty, do flas shumë shkurt për shkak se dua të t'u jap fjalën edhe kandidatëve të 4 bashkive të qarkut, por nuk mund të mos them se sot është dita e Europës, sot 9 maj, është dita kur ëndra më e bukur politike që dhe sot i thret popujt, i thret njerëzit drejt paqes, drejt demokracisë, drejt ekonomisë, drejt zhvillimit, është augur i mirë për ne dhe për fitoren ton të 11 majit. Ishte Europa, ideali, ideologjia, vizioni i rilindasve tanë. Europa ishte ëndra, modeli i atit themelues dhe etërve të tjerë të shtetit shqiptar, kur shpallën pavarësinë dhe shpallën Shqipërinë Republikë. Ishte ëndra atyre që luftuan për një vend zhvilluar, për demokraci. Ishte ëndra atyre që luftuan në luftën e dytë botërore kundër fashizmit që tentonte të rrafshonte vlerat europiane. Ne u izoluam për shumë vite nga Europa për shkak të një regjimi të dhunshëm, por sërish në 1990 ajo ëndër që ishte e brëndshme, ajo thirrje e brëndshme shqiptarve, e duam Shqipërinë si gjithë Europa, buqiti sërish për 8 majtës e djathtës, në verin, jug, në Shqipërinë qendrore, kudo ku zemrat e njerëzve thrisnin atë që kishte qenë ideali i të gjithë paraardhësve tanë. Jemi larguar për shumë vite nga Europa për shkak të politikave të këqija të tranzicionit. Po sot kemi mundësinë e jashtëzakonshme, sepse në 12 vite Edi Rama ka bërë të mundur që Shqipëria të qëndrojë sot në dyert e Bashkimit Evropian dhe për të ulur si zonjë aty ku na takon, në familjen ton natyrale. Është koha për zgjedhje, po për këtë mision historik, për te çdo dallimi, për te çdo flamuri partjak, për te majtës edhe djathtës, kjo thirrje shpirtërore dhe politike për të gjithë, sërish ta çojmë Shqipërinë në Europë në 11 maj me numrin 5, me Edi Ramën, që është arkitekti i Tiranës dhe i Shqipërisë europiane. Tirana është sot kryeqendra e Ballkanit. Tirana është sot kryeqyteti i Evropës në Ballkan, që është Shqipëria. Ne nuk duhet ta lëmë të humbim këtë mujësi, po duhet bëhemi të gjithë bashkë për votën, të gjithë, për numrin 5, për Edi Ramën dhe për Partinë Socialiste. Tani